pëlqen më prova. Mua nuk pëlqen. Okej, jam shumë dakord me ty se vim të dy nga njëjta fushë të paktën. Që e kuptojmë, e shikojmë real politikën, nuk e shikojmë me dashuri, me bla 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 këto pisligjet. Nuk ka dashuri mes njerëzve, ka humbur dashuria me njerëzve, do ketë mes s'ka dashuri institucioneve abstrakte. E kuptojnë që shteti është absurd, në thelb, është nocion. Ka filluar një përçarje në NATO. Kishte bërë deklarata 30 minutë, një nga pasazhet ishte është që do të. Ne vajtëm, realizuam objektivat tona, e thyem mbrojtjen e tyre ajrore, i goditëm pikat ushtarake dhe strategjike. Neve naft kemi për veten tonë, se ka 98% të resurseve të naftës Amerika të vetat i ka të pashfrytzuara. Ka dhe rezervë më të madhe të botës për rërën bitumin. Ka dhe Venezuelën tani. Edhe Venezuelën pra për naftën bituminoze. Edhe i thot, hajde ose blini tek unë, ose ik pastroni. ose shko merre tani mbaroni vetë punën, get the job done. Se hapa unë tash mbylleti. Shiko, ki parasysh. The America will remember. Shiko, edhe një. Shiko, në fakt në qoftë se do të analizojmë veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në periudhë, duhet ta shkëputim pak nga retorika e Trumpit. Sepse në fakt politika amerikane nuk është retorika e Trumpit që ngrihet në 2 mëngjesit dhe bën ai tyte. Po. Janë institucionet që funksionojnë mbrapa mbrapa presidentit. Mbrapa presidentit, janë forcat e armatosura të tjera, pavarësisht se ai ka një sekretar mbrojtje i cili nuk është i aftë për atë punë, gjithsesi Peter Thigel. Hegseth, po. Pra, nuk është ky problemi. Problemi është që funksionon ndryshe sistemi amerikan. Funksionon ndryshe. Pra, institucionet pavarësisht se mund të kesh një president si presidenti Trump i cili ka një autoritet, një një ego të atje, përsëri institucionet kanë atë influencën e tyre, ndoshta minimale, por e kanë. Dhe deklaratat e presidentit Trump janë edhe për një arsye tjetër. Shiko, e para Amerika nuk del dot nga NATO. Nuk del dot. Pse? Sepse ligji është i tillë që duhen o 60 o 80% i Senatit të votoj pro. Okay. Domethënë ligjin e ka bër Marco Rubio. Po. E kupton? Ta pamundson Kongresit e Senatit, po. Ai mund të bëj pezullim të përkohshëm nga NATO, mund të heqë drejtuesit, të shkarkoj të heqë. E kupton? Por nuk bën dot largim nga NATO. E kupton? Nuk e bën dot. E para. E dyta, në këtë lloj situate që u krijua, sepse mbas goditjes fushat naftës u krijua një përshtellim shumë i madh sidomos me Hormuzin. Po. Natyrisht që presidenti Trump ka 2 variante, ose 3, të thot fajin e ka mund, fajin e ka Izraeli, apo fajin e ka NATO. E kupton? Po. Kështu që edhe është një lloj dalje, një lloj makinacion ose varianti për të thënë që shiko, ne kemi këto lloj probleme se nuk po na ndihmojnë NATO. Në fakt, NATO si organizat nuk ka lidhje me Hormuzin, sepse NATO funksionon vetëm mbi bazën e Nenit 5. Pra në rast se nuk aplikohet Nenit 5, dhe ne nuk kemi në kushtet e Nenit 5, sepse asnjë vend i NATO-s nuk është sulmuar, po. E kupton? Po. Por çështja është individuale me shtetet. Në rast se do të ndonjë shtet do të japi kontribut, nuk mund ta bëj dot këtë nëpërmjet NATO-s, duhet ta bëj individualisht. Po. Atëherë çështja është që presidenti Trump nuk thotë që vendet evropiane si Gjermania etj nuk po na ndihmojnë, po thotë NATO nuk po na ndihmon. Kjo nuk është e vërtetë. Duhet të thotë vende aleatë tanë në Europë. Disa prej aleatëve tanë. Disa aleatë në Europë si Gjermania, Hollanda, Britania, Franca etj nuk po na ndihmojnë. Kaq, NATO nuk ka lidhje. Por e gjithë kjo është një manovër me çka kuptojnë edhe për të krijuar një lloj shfaqësimi për situatën që është krijuar. Situata është tepër komplekse. Pse Hormuzi është ai që po i bën të gjithë presionin presidentit Trump. I gjithë presioni pse Hormuzi ka bllokuar 20% të trafikut të naftës, 25% trafikut të gazit botror, po. Ka çorientuar ekonominë, motorin e ekonomisë globale. Ne jemi mirë të vesh në lindjen e largët Indi, Pakistan, Ceylon, Nepal, Thailand, Filipine, Malajzi e tjera, situata është jashtëzakonisht e keqe. Furnizimi është më keq se me tollon.
Pra pse ato janë vende që varen nga 50 deri në 100% nga nafta e gjirit. Po llogaritë pak nafta, do të thënë nafta që i duhet Kinës për industrinë e saj, kapte shifrat e 80%. Po pra. A kuptoni çfarë bëhet tani? Është Pra paralizuar jemi Kina. në kushtet që ata dhe gjithë ky është presion ndaj presidentit Trump, por ç'është a mund të lirohet? Natyrisht në qoftë se shiko, po le të flasim pak për Hormuzin. Po, Hormuzin. Se ç'është se nga njëherë dhe ngatrojmë. Hormuzi është ngushticë ndërkombëtare. Po. Duhet të ndajmë ngushticat ndërkombëtare nga kanalet artificiale. Se këtë duhet ja kuptoj edhe njerëz, më thon kanali i Hormuzit. Ngushtica ndërkombëtare është ngushticë natyrore. Po. E cila lidh një det ndërkombëtar me një det ndërkombëtar. Jo det kombëtar me det ndërkombëtar. Për shembull, kanali Korfuzit që është ngushticë dhe ajo nga pikpamja gjeografike nuk është ngushticë ndërkombëtare. Sepse lidh detin ndërkombëtar që është në Jon me detin Paxos në jug që është territor i Greqisë. Pra nuk është, aty ekziston e drejta e kalimit paqësor themin. Kurse në një ngushticë ndërkombëtare ekziston e drejta e kalimit tranzit. E drejta e ndënimit tranzit është e ndryshme nga ajo paqësor. E kuptoj. Sepse gjatë kalimit tranzit anijet luftarake ngrënë dhe ulën helikopter, i kanë të gjitha pajisjet aktive, jo pasive, në ndërsa mund të kalojnë gjendje të nenujshme, pra është një lloj sikur të jetë në det të hapur. Po. Vetë dhe kalimi është i lirë pa pagesë. Pa pagesë. Pa pagesë. Po. Është kurse në kanalet artificial kalimi është me pagesë. Po themi po ngushtica turke janë natyrale. Është pa pagesë. Po. Janë natyrale. Çdo njeri e vetmja gjë që mund të bëjë shteti bregdeta është të vendosë rregull, pra atë që ne i themi zona të separuara. Pra një lloj trafiku si autostradë. Po. Në semafore kalon ti, do kalosh ti, do eci tjetri, po njëri kalon djathtas, tjetri majtas. Si quhen këto korridore janë zona të separuara. Separuara, po. Dhe e dyta mundet ta bllokoj. Për çështje të rëndësishme të sigurisë kombëtare, por me një kusht. Pa diskriminim. Ose të gjitha, ose asnjë. Po kjo është thyer. Është thyer kjo. Pra mund ta pezulloj për arsye të sigurisë kombëtare për të gjitha anijet pa prieshtim. Po. Pra lejohet. Po. Për një periudhë të caktuar. Po. Pra në këto kushte ngushtica e cila përbën 20-25% dhe përbën një element të rëndësishëm të motorit ekonomik global, është jemi në këto kushte që ka këtë situatë. Por nuk kemi vetëm këtë, kemi dhe detin e Kuq, kemi dhe kanalin e Suezit që po e kërcënon Houthi. Dhe Houthi, përveç se ka goditur Izraelin, atë Izraelin dhe Arabinë Saudite, ka dëmtuar dhe ekonomikisht dhe financiarisht Egjiptin. Pra, organizata proxy e Iranit nuk është se ka kërcënuar vetëm Izraelin dhe Arabinë Saudite, por dhe Egjiptin. Absolutisht, po. Dhe këtu jemi në kushtet që, prandaj është ajo që thash që të gjitha vendet, edhe pse në fillim nuk ishin dakord që të goditej Irani, një pjesë e mirë nuk ishin dakord, sot duan që Shtetet e Bashkuara të mos ndalojnë në veprimet e tyre. Pse? Çfarë do ndodhi nëse amerikanët të riqen sot? E para është fitore morale për Iranin dhe e dyta është një moment avantazhi strategjik që do t'i krijohet Iranit në ndryshimin e balancave në linjën e mesme. Po. Atëherë të gjithë vendet duan që Amerika ta mbaroj punën që ka zënë, pavarësisht se nuk po e mbështesin. Se nuk po e kanë mbështetur në kuptimin moral, por vendet e gjithit faktikisht ka dhe nga ato që edhe pa u deklaruar kanë hyrë në luftë. Po. Ato hyrë me mercenare me financime. Në luftë me financime, me mercenare të tjera, por nuk duan të hyjnë direkt, por nuk është çudi që në një moment caktuar dhe të hyjnë. Tash çështja që ndron që në fakt pika më delikate është kanali i ngushtica e Hormuzit. 70% e trafikut global kalon nëpërmjet detit. Po. Më fal, 90%. 90% e gjithë trafikut global. 70% e gjithë sipërfaqe stokësh është det. Po. 80% e popullsisë së globit jeton jo më larg se 200 kilometra nga buzët e detit. Dhe 80% e
kryeqyteteve të botës janë jo më larg se 300 kilometra nga buzët e detit. Po. Pra këtu vim te koncepti. Sa i rëndësishëm është deti, por sa i rëndësishëm janë këto pika, këto ngushticat që në gjuhën terminologjinë angleze quhet choke point, sepse ti në qoftë se ti kontrollon ngushticat, ti kontrollon tregtin botror. Në qoftë se ti kontrollon tregtin botror, ti kontrollon ose influencon politikat e shteteve të cilët kanë interesa. Kjo është teoria që rrëzon ose kundërshton spaku teorinë e Hartlandit me Kinderit. Që thoshte kush zotron zemrën e tokës, zotron botën për Rusin. Pra kjo është e gjithë gjë, kjo është e kundërta. Kjo është kush zotron Rimlandin, që është Rimland. Rimland që është afër detit, pjesa trezorës. Ajo mund të ketë qenë një teori kur kryesisht 1915-s, 1919 që ishte toksore konvencionale me transheme. Dhe e ka parë botën, e ka parë të kufizuar kryesisht në Europë. Po. Ne po flasim për globale tash, po. Global. Sot kush kontrollon ngushticat ndërkombëtare, siç është po marrim Gibraltari. Po. Ngushtica turke. Hormuzin, ngushticën në Malakës, Panaman, Suezin. Kush kontrollon këto pika, kontrollon tregtin globale. Kush kontrollon tregtin globale, kontrollon ose influencon politikën botërore. Dhe sot i vetmi shtet që i kontrollon këto, që ka fuqi të kontrollojë janë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse? Kanë fuqinë më të madhe detare në botë. E para nga pikpamja e anijeve. E dyta, janë i vetmi shtet që ka baza detare në të gjithë globin. Po. Mbi 60. Ka dhe Kina, ka dhe Rusia, po Rusia sot ka një, vetëm aty në dalje të Suezit, nga krahu jugor, është ai shteti i Arobas që ka emrin. Eritrea. Jo Eritrea, jo, është Djibouti ka bazë. Djibouti është koloni penale, se unë përdor gjithmonë atë Djibouti. Ka bazë kineze, ruse, amerikane, britanike, italiane. Aty kanë shumë të bardhë se sa njerëz afrikanë. Pra, Rusia sot ka vetëm në Djibouti. Ka dhe një bazë të përkohshme në Libi. Kina ka vetëm në Tajland, në Kambodja, ka në Sri Lanka, apo në Ceylon, ka dhe në Djibouti. Kurse Amerika ka në të gjithë globin ka fuqi. Pra, që do të thotë që Amerika është i vetmi shtet që sot kontrollon realisht hapësirën detare globale. Por të kontrollosh hapësirën detare globale do të thotë ti jesh në gjendje të influencosh situatat në tokë. Po. Pra, e vetmja mundësi që sot ti të kontrollosh një situatë në tokë është nëpërmjet detit. Po. Kush kontrollon detin, kontrollon tokën. Teoria është ndryshe. Po. Se evolojnë teorinë. Kush kontrollon detin, kontrollon tokën. Dhe këtu vim tani si do zgjedh. Si e kontrollon sot Irani ngushtinë e Hormuzit? Në teorinë detare ka dy teori, kontroll detar dhe mohimi kontrollit detar. Më thon, këto ndryshojnë te mohimi, po çfarë quhet mohim? Ja, ta them. Që të realizosh kontrollin detar ti duhet të kesh kapacitete që ta ushtrosh këtë. Kontroll. Pra, që do të thotë, unë e ushtroj kontroll, e ushtroj autoritetin tim në këtë hapësirë detare dhe ti nuk e ushtron dot. Ky quhet kontroll detar. Mohimi kontrollit detar do të thotë, unë nuk e ushtroj, po të mohoj ty të drejtën ta ushtrosh. Po. Unë nuk e ushtroj dot sepse s'kam kapacitet. Po ta mohoj dhe ty. Po ta mohoj dhe ty. Atë çfarë më ndodh? Iranit i është shkatëruar e gjithë flota detare, kapitale. Po. Nuk ka më anije të mëdha, nuk ka anije të zakonshme. Ka vetëm 10 nëndece të vogla, që i themi nëndece xhepi. Po. Ka dhe këto mushkonjat, skafet e shpejt. Kaq ka fuqi. Këto nuk arrin dot të bëjnë kontroll të hapësirës detare, por janë në gjendje ti mohojnë palës kundërshtare kontrollin detar. Sepse mjafton që një anije të bjerë në minë, dhe kjo do të thotë që për 3 muaj trafiku të bllokohet në mënyrë automatike derisa të bëhet pastrimi. Kontrolli i minave dhe pastrimi i minave, se ka 2 operacione. Kontroll çminim kontrollu si ti shikon ka mina apo jo, dhe pastaj vin çminimi normal që kur ka mina. Ky operacion vetëm për Hormuzin
me kapacitetet më të mira që kanë sot amerikanët, britanikët e tjerë, mund të zgjasin nga 2 deri në 3 muaj. Pra që do të thotë sot Irani, edhe pse nuk e kontrollon Hormuzin, ja ka hequr të drejtën kundërshtarëve të saj që ta kontrollojnë atë. Dhe jemi në kushtet e një zbrastie ku askush nuk e kontrollon më. Po si ka mundësi? Do të thënë nuk kam flot detare. Po, edhe Ukraina. Ja kemi rastin e Ukrainës. Po. Ukraina nuk ka flot detar. Po. Por Rusia nuk e ushtron kontrollin detar në perëndim të detit zi. Po. Pse? Sepse Ukraina çfarë përdor? Përdor dronet, Po. përdor dhe raketat. Po. Dhe vetëm me Me të njëjtën që bën te Irani. Me të njëjtin. Në qoftë se ai e ka me nëndece edhe me mishkonja, Ukraina përdor raketat nga tokë det, Po. ose skafet, dronet detar nga bregu në det. Pra, kjo është mënyra, po ai vetë nuk e kontrollon dot. Nuk ka kontroll kjo të bëj ai çfarë të doj në këtë hapësirë detare, jo, nuk ka mundësi të veproj. Por ja ai këtë drejt dhe Rusisë. Pra, kjo është mënyra se si po funksionon sot. Dhe çfarë do ndodhi? Në qoftë se ne do të kemi një operacion ajror që mos të shikojnë më diellin, Piksa është prej Xerxit. atëre do të thotë që Po përdorim shprehjen e një imperandori pers kundër vetë persianëve, se kjo është absurdi. Ky është absurdi. Që në qoftë se do të ndodhi kjo, atëre do të thotë që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët, po themi, do të bëjnë pastrim, dezinfektim të plot të Bregdetit nga pikërisht nga këto mjetet të cilat i mohojnë kontrollin detar. Po mirë, tani unë kam lexuar që aparaturat ushtarake dhe bombat teknologjisë fundit të Iranit janë të varrosura në thonjza deri në 600 metra nën tokë, nëpër tunelet e tyre. Edhe ka një sipërfaqe prej 1.5 milion kilometra shkatror, që do të thotë që ka dhe thellësi strategjike. Juve kuptoni më mirë se sa unë thellësinë strategjike. Sa kostoze, dhe mos është një fitore si e Piros kjo? Dhe duke parë konfigurimin gjeopolitik, mos është bërë vallë bashkimi, plenimi më sakt i dragojt me Ariun, dragojt kineze dhe Ariut rus. Dhe edhe kjo lloj lufta e ruajtjes status quo-s së Amerikës, nga ana tjetër te kundërshtarët e vet që janë e njëjta peshme atë, pra si puna e Tysonit me Holyfieldin me Lennox Lewis, që njëri mund të jetë më i mirë se sa tjetri ose më i fortë, po ata janë gjithë në njëjtën kategori dhe gjithë janë potencialisht që mund ta rrëzojnë njëri tjetrin. Kemi Rusinë edhe Kinën, që ndoshta tek përballë Amerikës janë shumë dobta, po bashkimi të dyjave mund të krijojë një monster, mund të krijojë një përbindësh, një leviatan, i cili të sjellë shumë probleme. Ata janë të bashkuar. Po jo aq shumë. Problemi është që nuk janë të bashkuar ushtarakisht. Po janë të bashkuar politikisht, diplomatikisht, ekonomikisht dhe jemi dakord bashkë ata janë armiqt lindur, nuk ka armiqt më të lindur se sa ata? Jo, por problemi qëndron cili është çfarë ata janë në gjendje të ofrojnë Iranit. Se problemi teknologji. Sot Irani nuk ka nevojë për të. Sot Irani është keq financiarisht. Dhe do të jetë akoma më keq. Pse? Nëse Iranit i ndërpriten të gjitha burimet për tregti, për shitje, për eksport të hidrokarbureve, Irani mbaroi ekonomikisht. Po nuk është duke shitur Irani Rusisë dhe Kinës? Ja është duke shitur. Në këtë moment i është lejuar nga presidenti Trump edhe Iranit të shes. I është lejuar. Por kjo nuk do të thotë që mbas datës 6 do t'i lejuar. Pra, juve po flisim për datën 6. E dyta, gjithmonë unë flas për pas datës 6. Po. E dyta, kryesisht mënyra e lëvizjes së të karburanteve apo të hidrokarbureve nga Irani në drejtim të vendeve tjera është vetëm nëpërmjet detit. Po. Është vetëm nëpërmjet, nuk është nëpërmjet tokës. Pse? Sepse Rusia nuk ka nevojë për karburantet e Iranit. Po. Kina nuk mund të kalojnë sepse duhet të kalojnë për Afganistan, pjesës tjetër që është shumë malore, ka pengesë gjeografike. Dhe vetmja mundësi është vetëm nëpërmjet detit, që do të thotë ose Ormuzi, kryesisht nga Ormuzi kalojnë sepse pjesa jashtë ka pas një projekt indian për të krijuar një port, kanë marrë një port me koncesion, por përfundimisht mbas presionit që bëri presidenti Trump me tarifat, ata hoqën dorë nga ky port që do ndërtonin jashtë Gjidit Persik. Dhe si e tillë edhe për Iranin, Hormuzi përbën një pengesë. Pra, nëse sot
ata e kontrollojnë. Jo e kontrollojnë sepse nuk mund të themi e kontrollojnë, po i mohojnë drejtën. Nesër në qoftë se do ta kontrolloj pala kundërshtare, Irani do të jetë përsëri i bllokuar. Po. Po. Sepse në fundit e ishulli që gjendet afër Kuvajtit, afër Kargit. Aty është pjesa më e madhe e tregtisë ata bëjnë ose pika më e madhe. Po pra, mund të bombardohet ai, siç është pretenduar nga departamenti i luftës. Të paktën deri tani nuk ka pasur interes të bombardojë sepse Amerika nuk ka dashur të godasë infrastrukturën energjetike, duke menduar që regjimi do të bjerë vetëm me goditjen e infrastrukturës ushtarake, por duket që regjimi është shumë i fortë. Shumë i fortë. Me thënë ka një i mbështetur në teokraci, i mbështetur në besima, në ideologji, është më i vështirë për të shërnjosur. E kupton, është karakteri i popullit, është dhe karakteri i popullit. Shiko, profesor, shiko shoqërinë tonë. Na more një qof larg, na more i paketuar nga jashtë, na solli këtu vrau zotin 67-68-ën, krijoi individin socialist dhe neve po vojmë 35-40 vjet pas vdekjes time heqja të Sheringën. I majnoj që i bombardon xhihadi po. Prandaj po them. Por gjithsesi një gjë është që çlirimi mbazat i gjatë, çlirimi i Ormuzit do të krijojë një problem më shumë për Iranin, sepse natyrisht do të krijojë aty probleme në tregti dhe në të ardhurat financiare mbasi është bërë. Kështu që të shikojmë, domethënë unë parashikoj data 6 pika, por nuk është Trumpës i paparashikueshëm, mund të veprojë dhe para datës 6. Mendon se ka një çarje, nuk po të fus tek këto dosjet Epstein, se nuk është kalibri joda për të diskutuar, edhe pse ka një teori që ky sulm u bë sepse tok fjalë që kiuar si më i shikuar i botës, më i kontrolluar ishte Epstein Files. Jo, unë jam me këtë që influenca ka. Nuk duhet përjashtuar që influenca dhe ka në vendimarrje që mund të jetë për shembull rasti Epstein, mund të jetë korporata të ndryshme që kanë interes. Influenca ka, por influencat nuk janë ato të cilët dominojnë vendimarrjen. Po. Kjo është logjika, Edhe kjo është logjik sepse nuk mund të jetë një korporat më e fuqishme se vetë shteti. Se s'ka logjik. Por që influenca ka, në fundit të gjithë marrin vendime dhe vendimi që marrin në një moment caktuar edhe influencohet nga faktor rrethanor në momentin e marrjes së vendimit.